kalzëm sheshet e kryeqytetit si gjithmonë edhe të molla jame, çka po jone të molla jame mundona me gjetë njerëz dhe me bëj intervista. Mëno pa me, po më duket që qysh i niva do artrokitjet ka ardhë Mr. Bini te këshyri, ma po mëjnë me abo një 2 pyetje Mr. Bini, ka dalë, 2 a 3 a 4 nashta dhe ullet me mu, nuk e di heq, po shkojmë ka dalë dërej që shto për me mujt me pa, qka është të bo, nashta e pe naj limonad, vash kisha dosh me pija dhone një limonad me kreministri. Të provojna, që ta është po mënona me provu, nashta mundon me folj pa. Edhe so, a bo në fotografin, ball ke folj. Politik, lodhen. Mirë, që është po kalon? Mirë shumë që me tritë sot, sepse këta po punojnë në shpërndarjen e programit vendosjes me zotimet tona të reja, edhe po ja u shpjegojnë qytetarëve, po bashkëbisedojnë me ta, qytetarët kanë pyetje, kanë edhe përgjigje pa pyetje. Do me thonë, që ato jenë më të mirat, kur të vjen përgjigje pa pyetje, atë se të bjen, apo ullëm qëto, e kam qëto një histori të mirë, e kam qëto ku po ullëm, që aty përballë jam rrit, edhe qëto kom najë shumicën e jetës tam, kom najë qëto, nërë qëtë kojsi, që kjo është kojsi, koha loqë, tash sa ka ndalë. Po du me të vetë sa ne jashtë politikës, sepse për politikë, non-stop politika. Kalzëm, unë e kom një emision të mazditës, ta kena Loni Noft këmirë, Albin Kjuti. Okej, kjo është shia ju. A me në kështë që je Kjut, pe kryeministra, mas Kjuti. Pa, qëre, nuk është zërë më krasu më të. Nuk është zërë, se pas ke zërë. Kalzëm, a je njeri mëngjesi. Low bar, shumë poshtë është, a je njeri mëngjesi. Do kështë që është mëngjesi, marron 2 vo edhe jetë. Qëre, ka shumë mite për mu. Unë është e vërtet që zgjogë mëngjesi mas detyrës, po edhe rrinë mramje vonë, kështë që një farë mënyre, jam edhe night hawk edhe early bird. Dhe me thonë, jam detyru për me u zgju herët për shkak të punëve, e në mbrëmje me najt vonë për shkak të punëve të pakryme. Kjo më ka shkaktu mungesë të orëve të gjumit gjatë ditës, por e kam gjetë formulën edhe për këto. Njëherë një javë flej ma gjatë. Njëherë një javë flem, cilla është ajo ditë? Cilla është ajo ditë e javë? Po qëre, morën veç dhe kundërstartë, nuk është një. Së është mos të nëzojnë anë gjëmë. Dhe me thonë, ama një ditë njavë e kam të domosdoshme me flejt 9-10 orë, ndërkohë që ditë të tjera me 5 orë jenë plotësisht rregull, plus mos të harrojmë, janë shumë të vlefshme ato kotjet e shkurtra në vetur, power nap, s'kom besu për para që i funksionojnë. Po funksionojnë. Po power nap janë shumë të shkurtra sepse varen nga frenimi i shoferit, i cili përndryshe jep shumë makinës dhe 160 km/h. Ka naj frenim të fuqishëm në erë që dalë për vitës, dalë për gjumë me thu. Ka frenim të fuqishëm, edhe kur ndodh frenimi i fuqishëm, është shumë me rëndësi që mos me ndolë gjumi për shkak se karrigën e truprojës për para nuk e kom prejk me hunë. Sa që krejt që kjo rutinë, sa ta mundëson me ko njeri familjar, të e di që ki fmi, sa je njeri i familjes, tani me krejt këtë intensitet madhë të punës, për shambull fmit, atë ka marrë madhë mi që njerë fmit shkollë? Prej se vajza jem bën shumë ma shumë pyetje, jo veç për politikën, po për shoqërinë, për gjithësinë, për historinë, jem bo më shumë njeri familjar sa që kom qenë më herët. Kur vajza ka qenë kështu bebe foshnje, duke që po di me rritë, sepse një qenje e re në familjen tonë, familjen na u rritë për 50%, kënë 2 veta, u bon 3. Po të ketë po mdo këtë me të mëdhaja e kështë, edhe vjetë kër i bo në 5 tra me përqindje. Po, edhe tash, e kisha një farë përshtypje që nuk po di me bo më të mirën karshi foshnjës, karshi bebes, lejes, edhe, por nga kjo situatë nëzori Vjera, e cila përndryshe është psikiatër, edhe tha, mos u shqetëso shumë, edhe po atregojën që e tha fjalinë. Tha, there is no such thing as good upbringing. Pra, nuk ekziston një gjë që quhet rritja e mirë e fëmisë, në kuptimin që ka ndonjë konsenzus midis shkencëtarëve, ose ndonjë arsye të shëndosh për gjatë brezave, që na e dim që fëmia, foshnja,
duhet më rritë saksisht në këtë mënyrë. Ajo çka dim është çka s'duhet me bo. Po çka është mas mirë ti me bo për foshnjën, edhe më tutje vlojnë diskutimet, unë u shlirova pak, edhe nuk e kisha atë stresin që e ka prindi me foshnjën kur i linë për herë parë në familje. E tash për shembull që është rrit vajzë dhe bashkë bisedoj me to, pikërisht tash je më shumë familjar se sa le të themi para 10 vjet. Qysh je me librin? Ti dha Lili do libra, mujtë me olë shumë një sy. A thuet dëgjon këtë emision Halilis? A mund është të më garantu që se dëgjon këtë emision Halilis? Po, s'ma merr menja që s'dëgjon diçka, ose që s'shikon diçka. Shkon, kjo punë të morë menja, garanton ose garanton? Okej, me garant, po të garantoj që është. Po nëse është Halili... I kom lezu. Atëherë, i ku morë librat, edhe i kum qute librat e tjerë të palexum, edhe te tura e librave të palexum janë në moje aty, që nuk është keq, kupton? Qëre kur je në moje gjithë është mirë. Po, janë në moje libra, kështu që i bjen që e kanë rarin, kështu që që është ajo? Last in, first out. First out. Edhe një pyetje për muzikën, tha në kërë po flaj, po bëj naps shkurt. Apo ngon muzikë, e di e ke pas një playlist në manifest me një ekspozitë, e ke pas një playlist për i 10 këngëve, e ke pas shkurt e fezën, e ke pas të parën. Atë ka ndru shija, apo më nësh me ngu muzikë për shembull dhe jetën ku në Kerr, a ngon muzikë shqiptare? Po. Ngoj muzikë, por në Kerr më duhet me pranu që ma shumë flaj. Ma shumë punoj në telefon, po ma shumë playlistën duhet me maru ata që i japin makinës, pra 2 policë, oficer të policisë që në mbrojtje afërt, unë jam shumë ma interesum për mirëqenjen e tyne. Pra ata duhet jenë të kënaqur me muzikën, edhe nuk i kemi diskutuar shihet me ta, kështu që muzika është ma shumë preferencë e tyre aty, ama unë është e vërtet që edhe matutje në jetën e sotme e kam muzikën si pjesë të orendive të hapësirës ku jetoj. Pra, në një dhomë e ke tavolinën, e ke kompjuterin, e ke librat, ka kauqa aty, ka dhe muzikë. Po, janë edhe vinila që aty. Po. Plakat. Po, janë. E tash, veç mu më kanë rushia shumë, por në mes në atyre të manifesta, konga Shqip që ju kësha sugjeru me ngu, është me grupi Shqipnis para 30 vjetëve, Rit Folk, Dëshirë dhe Heshtje, e tekstin e ka shkru Ervin Hatipi. Është një ndër tekstet më të bukura për dashurin, shkru me prena i shqiptari najherë, edhe konga është para 30 vjetëve Dëshirë dhe Heshtje, grupi Rit Folk. Të manifesta ka qenë mesin aty në 10 konga. Edhe është halja, po më do pas ka me të halja. Aty bashkë me Joy Division edhe Mezistar. Po, e ke playlist interesante. Kallëzëm kështu diga po donë me bu, stadiume po donë me bu, pluma po donë me bu, qka po na mirë këtë mandat pa bu. Ama ti më premtove mu që s'po flasim për politikë. Amo, veç për pluma, s'po amoj se po toj, Albin Plume, ka dalë. Po, nështë ta si plum i ronë. A nuk është të skëve? Jo, nështë ta si plum po qëpan. Unë e thash ma heret që ka bajgi do mite për mu. Bite interesante. Po, qëre tash, në mandatën e kalumi kena pas shtesat për fëmi, mbështetjen për nonën Lehona, veriu në Kosovës, bujqësinë dhe ushtrinë, se këto kanë qenë të lënuna anash, lënuna mazdore për qeverisë. Marshme këto vazhdojnë, po tash definitivisht edhe me ndryshimet klimatike, me zhvillimin e bujqësisë, me industrinë ku përdojmë me zhvilluna, Kosova ka munges lume. Pra, lumejt e Kosovës dalin shpejt për teritorit tonë, kemi nevoj me inal me diga, në mënyrë që me kryu një 5 liqene artificiale, rezervare të ujit, Kuqica në Skëndera, në Pollat të Tlapit, pastaj në Desivojës Kamenicës, Tragaqinë Suarikës edhe në Firaj Shtërpcës, edhe 20 stadiume, se lurat mesdhetare vinë sa ora, mas 4 vjetëve... Erdhën që to i kena lurat mesdhetare. Mas 4 vjetëve verës, kena me i prit ofër 5.000 sportista dhe 30.000 turistat huj. Mandej, gjithashtu duhet me qenë mandati e grudhave, nuk mjaftojnë rrugët. Rrugët janë për qarkullim të njerëzve, rrugët janë për qarkullim të turistave, të vizitorve, të konsumatorve, por nëse dërë me hinë prodhimtari edhe të mallrat, na vynë porti i Thati Prishtinës, që lidhet me Grudh me portin e Durrësit, prej nga na i marrin 50% të importeve si Kosovë, e na duhet gjithashtu edhe
gasifikimi i linjitit në mënyrë që me pas mjaftueshëm energji. Prandaj mandati i ardhshëm do të jetë mandati i transformimit të mallit industrial të Kosovës. Që edhe një pyetje shpejt, e ke përmendur shumë topin, e ke përmendur shumë shutin, çka ta merr mendja, a ka ndodh, alo me kon tim fush edhe me ta u dikush topin. Futboll. Më ka ndodhur, po qaq moti u kon ajo sa që kum harru. Do të thonë s'ke lujt moti, si e i moti në fush. Ose s'kan mujt ma marr top. Ose s'kan mujt. A mund është me madhon një jingle për Urban FM-in, me pas gjithmonë në Urban FM, sa arë dikosh që e nga në Urban FM-in me një zonë në kryeministrit, të e dhoni një mesazh. Vendosni vetë sa ma shumë do të punoni apo do të lexoni. Faleminderit shumë. Knaçi, kaljo bukur.